Emigrantët shqiptarë vijojnë të mbeten një nga shtyllat më të forta ekonomike për mira familje në vend. Vetëm gjatë vitit të shkuar, ata u kanë dërguar të afërmëve të tyre në Shqipëri mbi 1.1 miliard euro, një shumë që konfirmon edhe një herë peshën jetike që kanë remitancat në ekonominë familjare dhe atë kombëtare. Të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë tregojnë se krahasuar me vitin 2024, dërgesat e emigrantëve janë rritur me rreth 73 milion euro, duke reflektuar jo vetëm lidhjen e fortë të diasporës me familjet në vendlindje, por edhe nevojën në rritje për mbështetje financiare në kushtet e shtërtimit të kostos së jetesës. Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, janë afro 174.000 familje shqiptare, ose rreth 23% e totalit, që varen pjesërisht ose tërësisht nga paratë që u dërgojnë të afërmit nga jashtë. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se qarku i Kukësit mbetet zona me varësinë më të lartë nga remitancat në rang kombëtar. Ky tregues lidhet ngushtë me historinë e gjatë e emigracionit dhe me mungesën e alternativave të mjaftueshme ekonomike në këtë qark. Për shumë familje në Kukës, Hase Tropoj, dërgesat nga jashtë janë shpesh të ardhura të pazëvendësueshme që mbulojnë jo vetëm nevojat e bazë, por edhe mbajnë gjallë ekonominë lokale. Ekspertët vlerësojnë se rritja e dërgesave nga emigracioni është ndikuar edhe nga zhvillimet të reja në sistemi financiar. Një rol të rëndësishëm ka luajtur antarësimi i Shqipërisë në SEPA, zonën unike të pagesave në euro. Ulja e ndjeshme e komisioneve bankare për transfertat ka lehtësuar dërgimin e parave nga jashtë dhe ka nxitur më shumë emigrantët që t'i kalojnë në fondet përmes kanaleve formale bankare, duke ulur përdorimin e rrugëve informale.